Çfarë ndodh nëse pini vaj ulliri çdo mbrëmje para se të shkoni për të fjetur gjumë? Po sikur t'ju themi që duhet vetëm një lugë vaj ulliri para gjumit dhe mund të ndryshoni mënyrën se si flet trupi juaj gjatë natës. Shumë njerëz e pinë çdo mbrëmje, por pak e dinë se çfarë ndodh realisht me tretjen, zemrën dhe mëlçin, ndërsa ju flini. A ju ndihmon të flini më mirë, apo ndes proceset e trupit që ka më shumë nevojë gjatë natës? Mos e anashkaloni këtë video sepse ajo që bën vaji i ullirit para gjumit mund t'ju surprizojë më shumë nga sa e mendoni. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vaji i ullirit është një nga lëngjet më të shëndetshme në botë. Sipas Healthline, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi të paktën një lugë gjedhe vaj ulliri çdo mbrëmje. Do të mbështes shëndetin e zemrës dhe tenëve të gjakut. Vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore, monosaturante dhe antioksidant që ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe rritjen e kolesterolit të mirë HDL. Kjo përmirëson fleksibilitetin e enëve të gjakut dhe redukton riskun e sëmundjeve kardiovaskulare kur konsumohet rregullisht, citon Healthline. Redukton nivelin e inflamacionit në trup. Komponenti bioaktiv oleokantal të vaji i ullirit ka efekte antiinflamatore të ngjashme me disa ilaçe antiinflamatore natyrale. Konsumi i përditshëm mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit kronik, i cili është i lidhur me sëmundjet si artriti ose edhe sëmundjet e zemrës. Vaji i ullirit mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Vaji i ullirit mund të ndihmojë trupin tuaj të stabilizojë nivelin e sheqerit gjatë natës, të prodhojë më mirë hormonet e gjumit, të relaksojë sistemin nervor për gjumin më të qetë dhe pa ndërprerje, sidomos gjatë natës. Ka indikacione se yndyrnat e shëndetshme ndihmojnë në rregullimin e melatoninës dhe ritmeve ditore. Vaji i ullirit stabilizon sheqerin gjatë natës. Akoma edhe gjatë natës, sistemi i tretjes vazhdon punën dhe yndyrnat nga vaji i ullirit ndihmojnë që glukoza të lirohet më ngadalë në gjak. Kjo parandalon ngritjen dhe rënien e papritur të sheqerit, sidomos është e dobishme për njerëzit me diabet ose prediabet, citon Healthline. Vaji i ullirit ndihmon me tretjen dhe me shëndetin e zorëve. Vaji i ullirit stimulon prodhimin e bilës, e cila ndihmon në tretjen e yndyrnave dhe lëvizjen më të mirë të zorëve. Në disa studime, përdorimi i tij është i lidhur me lehtësimin e kapsllëkut, citon oliveoil.com. Zvogëlon oreksin gjatë natës. Fibra dhe yndyrnat nga një lugë vaji ulliri krijojnë ndjesinë e plotësimit. Kjo ndihmon të mos ndiheni të uritur përpara gjumit, duke reduktuar dëshirën për snacks të pakëndshëm, sidomos në natët e vona. Antioksidantët e fuqishëm të vaji i ullirit mund të luftojnë stresin oksidativ. Vaji i ullirit është i pasur me polifenole, vitamina E që ndihmojnë në funksionet e antioksidantëve. Këto ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi i radikaleve të lira dhe lidhjen e tyre me sëmundje serioze, të cilat mund të shkaktojnë edhe probleme neurodegenerative. Vaji i ullirit ndihmon shëndetin e trurit dhe memorien. Antioksidantët dhe yndyrnat e shëndetshme promovojnë qarkullimin e gjakut në tru dhe mbrojnë qelizat nervore nga dëmtimi. Studimet kanë gjetur lidhje midis konsumit të vajit të ullirit dhe uljes së rrezikut të demencës dhe sëmundjeve neurodegenerative në popullat. Vaji i ullirit ndihmon në shëndetin e lëkurës dhe të flokëve. Vaji i ullirit është një burim i vitaminës C dhe antioksidantëve, që hidratojnë lëkurën nga brenda dhe ndihmojnë në reduktimin e rrullave. Elasticiteti i lëkurës do të jetë më i mirë me përdorimin e vajit të ullirit. Flokët do të jenë më të fortë dhe me shkëlqim. Mund të përmirësojë gjithashtu edhe riparimin e qelizave. Vaji i ullirit mund të përmirësojë funksionet e sistemit tuaj imunitar. Polifenolet e vaji i ullirit luajnë një rol mbështetës në sistemin imunitar, duke ndihmuar trupin të luftojë stresin dhe faktorët të tjerë që mund të shfaqen gjatë natës. Vaji i ullirit mund të ndihmojë në menaxhimin më të mirë të peshës suaj trupore. Megjithëse është kalorik, yndyrnat e shëndetshme të vajit të ullirit do të ndihmojnë në ndjesinë e ngopjes, balancimin e metabolizmit, reduktimin e problemeve gjatë natës.
Kjo mund të jetë një faktor ndihmues në humbjen e peshës në kontekstin e një diete të shëndetshme. Vaji i ullirit mund të ofrojë përfitime të mira për sistemin kardiovaskular në përgjithësi. Studime të mëdha tregojnë se dieta e pasur me vajin e ullirit është e lidhur me rrezikun më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare, diabetin e tipit 2, radikaleve të lira kur konsumohet gjatë kohës. Zgjedhja e vajit ekstra të virgjër të ullirit me cilësi të lartë është shumë e rëndësishme për të përfituar antioksidantët maksimal të tyre. Pirja e vajit në sasi të madhe çon edhe në kalori të panevojshme, në treti të ngadaltë të refluks ose shqetësime të stomakut, por provoni të filloni me një lugë çaji vaj ulliri derisa të shkoni 1 deri në 2 lugë gjedhe vaj ulliri çdo ditë. Nëse pini një lugë vaj ulliri çdo mbrëmje, kryesisht vaj ulliri ekstra të virgjër, mund të keni shumë përfitime sidomos për shëndetin kardiovaskular, tretjen, imunitetin dhe gjumin e mirë, por mund të bëni edhe ndryshime graduale në rregullimin e imunitetit. Është e rëndësishme të mos teprohet dhe të përdoret si duhet në të mirë të shëndetit tuaj. Vaji i ullirit është i pasur me yndyrna të shëndetshme të monosaturuara, të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq, rritjen e kolesterolit të mirë, parandalimin e ngushtimit të enëve të gjakut. Kjo ul ndjeshëm rrezikun e infarktit, tensionit të lartë dhe goditjeve në tru. Prandaj vaji i ullirit është baza e dietës mesdhetare, dieta e lidhur me jetëgjatësinë, citon Healthline. Vaji i ullirit përmban oleokantal, një substancë natyrale me efekte antiinflamatore qetësuese për në jetë, mbrojtëse për muskuj dhe për indet. Inflamacioni kronik lidhet me artritin, diabetin, sëmundjet e zemrës dhe pllakjen e shpejtë. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit ul ndjeshëm edhe procesin e heshtur që mund të shkaktojë inflamacione në trup. Vaji i ullirit është një produkt pozitiv për shëndetin e tretjes dhe shëndetin e zorrve. Vaji i ullirit mund të stimulojë prodhimin e bilës, ndihmon tretjen e ushqimit, lehtëson kapsllëkun dhe vepron si një lubrifikant natyral për zorët, veçanërisht është i dobishëm për të moshuarit, njerëzit me tretje të ngadaltë. Një lugë gjedhe vaji i ulliri në mëngjes ose në mbrëmje mund të përmirësojë ndjeshëm funksionet tuaja të zorrve. Vaji i ullirit mund të ndihmojë edhe në kontrollin e luhatjeve të sheqerit në trup. Yndyrnat të shëndetshme të vajit të ullirit ngadalësojnë në përthithjen e sheqerit, stabilizojnë nivelin e glukozës, ulin riskun e diabetit të tipit 2. Për personat me diabet ose prediabet, përdorimi i vajit të ullirit në vend të yndyrnave të tjera është shumë i rekomanduar. Vaji i ullirit mbron trurin, gjithashtu dhe memorien tuaj. Vaji i ullirit ka një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e qelizave nervore, përmirësimin e qarkullimit të gjakut në tru, uljen e riskut të demencës dhe Alzheimerit. Studime të shumta tregojnë se njerëzit që konsumojnë rregullisht vajin e ullirit kanë një kujtesë më të mirë, pllakje më të ngadaltë të trurit. Vaji i ullirit, nëse konsumohet 1 deri në 2 lugë gjedhe, mund të përmirësojë funksionet e sistemit tuaj imunitar. Antioksidantët dhe polifenolet e vajit të ullirit ndihmojnë në trupin të luftojë infeksionet, të ulë stresin oksidativ dhe të rrisë mbrojtje natyrale. Kjo e bën vajin e ullirit shumë më të rëndësishëm gjatë dimrit për njerëzit që sëmuren shpesh ose edhe për të moshuarit. Vaji i ullirit ka ndikime pozitive në shëndetin e lëkurës. Konsumi i rregullt i një lugë gjedhe me vaj ulliri mund të ndihmojë në hidratimin e lëkurës nga brenda, të rrisë elasticitetin dhe të ulë rrullat dhe thadësinë. Vitamina E dhe antioksidantët e vajit të ullirit ndihmojnë në ngadalësimin e pllakjes, mbrojtje nga dëmtimet e diellit. Prandaj lëkura duket më e shëndetshme dhe më e ndritshme. Vaji i ullirit forcon flokun dhe thonjtë tuaj. Yndyrnat e shëndetshme dhe vitaminat që gjenden te vaji i ullirit ushqejnë rritjen e flokut, ulin rënien e tij dhe forcojnë thonjtë e brisht. Efektet vijnë gradualisht, por është e qëndrueshme që të konsumoni vajin brenda normës së lejuar. Vaji i ullirit ndihmon edhe në menaxhimin e duhur të peshës. Edhe pse është kalorik, vaji i ullirit rrit ndjesinë e ngopjes, ul dëshirën për sheqer dhe ushqime të shpejta dhe ndihmon metabolizmin. Kur përdoret në mënyrë të kontrolluar, ai nuk shëndosh, përkundrazi ndihmon në ruajtjen e peshës. Por është e rëndësishme që të mos teprohet. Duhet të konsumoni jo më shumë se 1 deri në 2 lugë gjedhe vaj ulliri janë të mjaftueshme. Përdoreni vajin e freskët, jo të djegur. Zgjidhni gjithmonë vajin e ullirit ekstra të pastër.
Gjithashtu, vaj ulliri cilësohet si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese edhe për shëndetin e kockave. Studimet tregojnë se vaj ullirit përmirëson përthithjen e kalciumit, ndihmon në forcimin e kockave dhe ul riskun e osteoporozës, sidomos është shumë i rëndësishëm pas moshës 50 vjeçare. Vaj ullirit është një aleat i mirë i shëndetit të mëlçisë. Vaj ullirit ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë, uljen e yndyrnave të saj dhe përmirëson funksionet e përgjithshme. Është shumë i rëndësishëm për njerëzit që konsumojnë ushqime të përpunuara që kanë mëlçi të yndyrshme dhe marrin edhe një sër komplikacionesh. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj masat parandaluese ndër veprimet ose dhe efektet negative të tyre për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.